bota është duke luajtur me zjarrin në shumë dimensione. Tani, ka një tezë, si qarkullon, që ka një dakordsi, ka disa korrierë që shkojnë nga Rama, ke Berisha dhe Anasjetas, të cilët kërkojnë një deal për ta çokit, për t'i ulur kokën SPAK-ut. Dhe dua që ta shfrytëzoj këtë minutazh për të kuptuar, ju rezulton që është kështu? Dhe a është e mundur kjo apo jo? Po, sepse Komisioni Antikorrupsion që u ngrit nga qeverisja aktuale, u ngrit pikërisht për këtë arsye. Mbas disa goditjeve, u nis për të patur një risistemim. Por që duhet të patur një ndërhyrje, kush është profesionist i fushës, e di që ka nevojë për rregullime, për disa gjëra që mos ketë vend për ekuivok. Dhe intereson të dyja paleve që këtu të ulen dhe të gjejnë një kompromis. A do të jetë në kurriz të SPAK-ut dhe a do lejohet kjo nga kush SPAK-un e themeloi, kjo është për tu parë. Okej. Anduela? Nuk besoj se kanë kaq shkëllçi që të shkojnë deri tek SPAK-u, qoftë edhe për t'i prerë kokat, veshët, hundët, ku diun gojën. Edhe për shkak sepse të dy drejtuesit e lartë politikës shqiptare dinë shumë mirë që SPAK-u nuk është një produkt dhe një pjellë e tyre, po është një pjellë dhe një produkt i një vendi shumë të fortë që na asiston. Po jo vetëm një vendi shumë të fortë, siç është Amerika, po edhe disa vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që bëjnë ç'është e mundur që ai institucion të funksionojë. Dhe unë mendoj që të dy liderët e partisë bien në ujdi për të eliminuar mbase kundërshtarët e tyre politik nëpërmjet SPAK-ut, duke patur individ të cilët kontrollojnë materiale dhe informacione që rrjedhin nga SPAK-u ose nga BKH-ja, le të them. Por që të shkojnë deri aty sa që t'i bien SPAK-ut, qoftë edhe me retorikën që bëjnë, ta makiazhojnë pak. Besoj që e bëjnë edhe për shkak të t'ia ulin pak atë perceptimin që te publiku, unë e shoh që është absolut për SPAK-un.